Po lexoj një fakt interesant. Mr. Rogers, nuk e di nëse ke parë filmin, Tom Hanks e luan Mr. Rogers. Fred Rogers ishte një fuqi e televizionit amerikan që për vite me radhë bënte një mision për fëmijë atje dhe ishte shumë i lidhur me ta. Vazhdimisht dhe ata I dërgonin letra në atë kohë, kështu ishte me letrat që dhe ky I lexonte letrat personalisht, I merrte shumë seriozisht. Dhe u fliste fëmijëve në një mënyrë aq të qetë, aq të bukur përmes televizionit dhe u rritën breza të tërë fëmijësh të mbar edhe nga Mr. Rogers ose Fred Rogers, Mr. Rogers Neighborhood. Që ka rikthyer Tom Hanks. E ka rikthyer Tom Hanks në filmin që është I mrekullueshëm dhe një rekomandim për ju gjithashtu. Por një herë një vajzë e vogël, 5 vjeçare, e cila nuk shikonte. E I shkruan, sepse çfarë bën ai kishte, domethënë ngjarja ndodhte në apartamentin e tij të supozuar, që ishte studio si apartament. Dhe ky ushqente peshqit. Vazhdimisht kur hynte në fillim, gjëja e parë që bënte ishte ushqente peshqit. Dhe vajza e vogël nuk e shikonte dot këtë. Veprim dhe I thoshte, zoti Rogers thoshte, herë kam dëgjuar që ti ushqen peshqit, po herë të tjera nuk e dëgjoj, thoshte, ai ushqen peshqit, mos harro peshqit. Kështu që ai e bëri si një gjë që sa herë që ky ushqente peshqit, thoshte, let me now feed the fish. E kupton që ta dëgjonte ajo vajza që nuk dëgjonte, që nuk shikonte, të kuptonte që peshqit ishin Kjo ishte rutina e tij. Të ushqyer, po e futi në rutinën e programit. Gjeste të vogla të bukura. Gloria Gaynor. Alo. Kush jeni ju lutni? Moj Sarandë, moj Delvina Kushta prishi Bukurina. Sot e kemi me leka, e kemi me moneda. Të tërën me moneda, po dhrami s'ka. Oqi dhrami. S'ka me oqi dhrami, oqi drahma. Tani kemi këto moneda, duhet dalloni njërin prej tyre e cila nuk përputhet me të tjerat në një formë çfarëdo, nuk është e lehtë, nuk është e vështirë, do thosha sot e kemi bërë shumë të lehtë. Sa kjo lojë mund bëhet shumë e vështirë, po, hënë është edhe pushim është, njerëzit kanë duke u zgjuar. Atëherë, lek. Dango thot po. Dango thot po për lek. Bitcoin. Dollar. Euro. Lek, Bitcoin, dollar, euro. Më të thjesht nuk e bënim dot. Kështu që pra vështirë duket. Dërgoni mesazhet tuaja 069 442. Se mund të jetë secila prej tyre. Duke bërë mendin tani, ç'mund të jetë. Varet kursi, nuk e di se kam e dën. Ka rënë euro? Vazhdon të bjerë apo është rritur një çik, është forcuar? Dollarën është, shtrirë është, me thënë drejtën, knockout që ka 2 vjet që mezi I dritën gjunjët. Mesazh, ka qenë dikur me 135, imagjinoje. Gjitha pagesat në lek tani. Sa more? Dikur 135. 1.4 po. 1.4 përpara, po, pastaj ndonjë disa vite te 132-shi, diçka e tillë, mbajti, pastaj 98. Ulshu, se erdhi ky. Është quajtur Kush erdhi? Leku. Është Princ Leka. Si një kali egër që I hyri atje dhe bëri kërdim. Ska, I dritën këmbët. Kemi telefonat. Po. Atëherë lek, Bitcoin, dollar, euro. Mirëmëngjes. Na dëgjoj nga telefonit, lutem, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Faleminderit, jemi dhe ne. Me këto griprat, virozërat? Ja, ashtu gjysma familjes kaput, ju tjerë ti përfaqëson sot. Po. Dhe gjysma janë kaput, gjysma janë çut në këmbë, janë gjysma duke është zotria në fjalë. Po, me sa duket, sepse folin në shumës, mirë jemi ne tha, edhe që në fillim kështu. Atëherë I dashur zotri, e para je pushim sot? Pushim jemi sot, shqyqër. Pushim, që ngeni të gjithë pushim. Shikon ai përgjigj gjithmonë në shumë. Administrata na dëgjon, po. Super. Atëherë lek, Bitcoin, dollar apo euro? Po Bitcoin normalisht sepse është monedë virtuale. Ndryshe nga këto të tjerat. Je shumë I saktë. Po nuk e lë me kaq, kemi edhe një pyetje tjetër. Po ti kush je? Ai pa I paftuar jam. Ai si po kërkonim ne. Po ku ishe more? Ku ishe? Na mungove. Zoti I paftuar. Po, shkëlqyeshëm. Si quhesh vërtet? Unë jam Eltoni nga Durrësi. Eltoni, jemi në Durrës, shikon vetëm tani u kujtoj që jemi në Durrës mëngjesin e sotëm. Po, si ishte fundjava në Durrës? Mirë, qetë, kjo kohë e keqe. Shumë kohë e keqe. Ju erdhën, ju bezdisën turista e gjëra Tiranca, ku diun çfarë bezdis më shumë ju. Ju kërkon farkosi. Kishte në Tiranë. Kush janë më të bezdisshëm? Janë tirancit apo polakët? Jo, tirancit. Ne shikon e dia. Ne, normale. Vim kërkojmë carpaccio e gjëra, po I ikër. Po nashi. Po ikër ha qoftë aty të shkoj muhabet. Nëse mundem I dashur, edhe një pyetje tjetër. Je dursak apo je dursak me origjinë nga diku tjetër?
Jo, dursak dem baba dem. Dem baba dem dursak, ka drejt pra, shumë mirë. Tiranësit na bezdisin ta. Kjo është si dum hiç. Mesazhi i mëngjesit. Shumë faleminderit. Atëherë ke fituar 5000 lekë, një kupon prej 5000 lekësh nga Alba Game, dyqani Alba Game që kanë një aplikacion tani për shumë lojra të bukura atje dhe do t'japim edhe 2 bileta për në Portokalli. Të mërkurën, ora 19 tek Top Channel është shfaqja e Portokallisë. Bashkë me Alba Game-in, pra, edhe 2 bileta për në Portokalli, do të vitë tjerë. Do vish nga Durrësi, po deri në Kashar nuk është larg. Do ta shijosh. Shumë faleminderit dhe shumë fala Brëniençit kur ti çoni kompostën pastaj. Patjetër, ja kemi nisur. Çe komposto? Komposto pjeshka. Komposto enxit aty kështu edhe. Shumë mirë, ca palafiqe, ca gjëra siç duan të smën ca portokalle, këto të fundit që kanë mbetur. Do ja shtrydhë portokallet. Faleminderit. Gjithë mira. Faleminderit për gjithë vitaminën C. Kur të vi, po erdhi pa komposto këtu për të marrë Alba Game-in dhe s'ka komposto me vete. Janë ca kavanoza të mëdhenj. I ke qef komposto ti me qeradhafe? S'janë këshia, nuk është se i konsumoj shumë, po më pëlqejnë. Mua më pëlqejnë shumë. Kur ishte vogël, ishin të pjeshkës, po. Ja, shikon ok. Më të mira, janë ilaç, janë kështu terapi. Edhe lëngu, janë të buta, më janë luqe kështu edhe ting ting. Luqe pa luqe. Kur kishte komposto pjeshkë, kur ishte i vogël, komposto pjeshkës ishin një nga, se s'kishte atëherë kështu nga këto çokoladat atë ashtu të tjerat. Buk me sheqer me ujë. Këto ishin shumë të mira komposto pjeshkës. Djegur totalisht. Kalojmë në muzikë. Ka akoma po? Unë bleva një ditë me qëra fjalën kavanoz të madh, se marrë kështu turshi. Trangu, po. Kastravec turshi. Kastraveca turshi, po, edhe marrë kështu të vegjël mbaron shumë shpejt. E di. Shkova mora atë më të madhin që kanë te rafti poshtë, pastaj atë po shkoj këtu në shtëpi. Edhe ato me lagra janë të mira. Shumë mira janë. Ato me domates më pëlqejnë mua. Me domate turshi. Si ke provuar? Jo. Domaten jeshile? S'mpëlqejnë. S'jam kështu shumë i domates. Lagër, kastravec, çka kanë një gjë tjetër? Domate jeshile e ke fjalën. Po, okay, mi dakord. Po mendoj me domate të kuqe. Turshi, gingeri. Un kam filluar të përdor këtë. Jo. Thjesht ginger. Gingeri që shoqëron sushin. Ta shoqërosh me turshin. Ka kavanoze, që është me lëngun e saj të turshis, edhe është fantastike, edhe është ilaç edhe kur je smur. Ja, Samson. Edhe për fytyn të bën mirë. Seriozisht, e gjeni në supermarket. Kollaj fare. Kimchi pastaj çik më ndryshe. Kimchi për shumë koran.